në shtator. E vërtet. Unë e kisha me shumë dëshirë që kinema shqiptare të festonte. Pas kaj shumë vitesh dhe kaj shumë prodhime, sepse në 13 janë bërë gati mbi 100 prodhime, duke filluar nga filmi gjatë, filmi shkurtë dhe filmi dokumentar. Dhe është gjynafta të privonim kineastët dhe artistët shqiptarë, të gjitha zhanreve që cilët marrin pjesë në film, që të festojnë dhe të vlerësohen për ato vepra që kanë bërë. Kështu që pak i vonuar, por erdhi. Dhe besoj që kjo do jetë traditë e cila do vazhdoj mbase jo vit pas viti, sepse prodhimet tona nuk e kanë atë sasi aq madhe sa ne të kemi çdo vit festival, por të paktën një herë në 2 vite do ketë patjetër një festival kombëtar të filmit shqiptar dhe me shpresën që në vazhdim të bëhet vit për vit. Do të jetë një festival i filmit shqiptar në territor apo mbar kombëtar? Domethënë do të ketë të ftuar edhe filma nga Kosova, që është në treg ky është festival kombëtar, që është e vërtetë, që do të thotë edhe nga Kosova dhe nga trevat e Maqedonisë Veriut e tjerë. Por ky vit është vit i cili sasia e filmave shqiptar, të treve shqiptar, është shumë e madhe dhe nuk mundemi të përfshim edhe të tjerë. Kështu që ky vit do jetë me filmin vendas tonin, patjetër që në vitet e tjerë besoj do jetë filmi i Kosovës, filmi i shqiptarëve të Maqedonisë, i Malizit, do jetë gjithmonë pjesë. Unë ju prezantova si drejtori i Qendrës Kombëtare të Filmit, po ju jeni regjisor, producent, skenarist, kështu që e njihni mirë botën e filmit dhe problemet që ka, dhe është një treg i vështirë dhe me shumë sakrifica, regjisorët shqiptarë, skenaristët, njerëzit e filmit kanë arritur të prodhojnë. Ju thatë mbi 100 prodhime kinematografike gjatë këtyre 13 viteve që ka pasur këtë hapësirë, këtë boshllëk në tregun e prezantimit, le të themi, të shfaqjes në një konkurs. Betim, unë me vërtet vi nga industria, por ta njohësh të industri është një proces i vazhdueshëm pune vit pas viti, sepse ndryshon me një ritëm